Një i ri i cili ka nevojë për të qenë i martuar. Nuk është luks martesa, është nevojë. Edhe thot, nuk dua të martohem derisa të përfundoj studimet ose ne studime, zakonisht të themi studime bazike të nivelit universitar, për edhe ato zakonisht me 22-3 vjet njeriu i përfundon edhe mendoj se është sipas një perspektive praktike, me thonë, është koha edhe mosha ideale për të martu. Mund të thot dikush akoma nuk jam punësuar, po çfarë pengese ka nëse martohesh edhe punësohesh fundit si besimtar, duhet këte ta shohim edhe nga këndvështrimi i besimit, që është shumë i rëndësishëm. Cili është këndvështrimi i besimit? Këndvështrimi i besimit këtu në këtë rast është se ne nuk e krijojmë mbijetesën tonë. Ne nuk e krijojmë atë që do të posedojmë, atë me cilën do të shërbehemi, atë që do të ham, do të pim, do të veshim, makinën që do të ngasim. Ne nuk e krijojmë, madje para se ti posedojmë, as idenë më të vogël nuk e kemi se çka do të kemi. Mirë po e kemi një bindje, se para se të vim në këtë botë i kemi pas të shkruara edhe të caktuara edhe të ndara të gjitha që na takojnë neve. Pra ne do të ecim në atë që na është caktuar në farë, do shkojmë te kaderi dhe caktimi jon. Pastaj e njëjta unë konsideroj kështu edhe për një femër e cila eventualisht mund të jetë në sferën time të interesit për ta pas grua. Edhe tash ne i themi rrezik, ajo terminologjia fetare. Rrezik, do më thonë furnizim, ajo që do ta shfrytëzoj njeriu në jetën e tij. Unë e kam të garantuar, edhe ti e ke të garantuar, edhe filani, po edhe filania e ka të garantuar, andaj nëse martohesh nuk do të varfërohesh, përkundrazi do të pasurohesh, nga se do të bëhen dy potenciale do të bashkohen. Dy forca kur bashkohen, unë mendoj se nuk shumë fishohen me herët dy, po edhe me ma tepër. Këte madje ne e përjetojmë në namazin tonë. Nëse falemi ndaras, unë edhe ti, namazi është i plot, po nëse falemi bashkë, shumë fishohet me 25 ose me 27.